Goditje në zemër dhe ato në tru kanë pësuar rritje në këtë periudhë të nxehtë në Gjirokastër. Shefja urgjencës Jon Aleka thotë se shifrat në të dyja rastet kanë qenë pothuajse të njëjta, por pacientët kanë marrë trajtim të menjëhershëm. Së fundmi është vërejtur një numër më i shtuar i rasteve që kanë komplikacione problematika kardiake, pra të zemrës, sidomos i infarkteve, i goditjeve në zemër, duke çuar numrin maksimal të shfaqur në ditë deri edhe në 2 apo 3 raste në ditë, pavarësisht se kjo nuk mund të them që është një situatë e përditshme, por ama numri është dukshëm edhe më i lartë. Problematikat nuk janë vetëm të zemrës që janë shtuar në numër, janë edhe të problematikave të trurit, sidomos goditjet në tru. Gjithashtu jemi në numra të ngjashëm. Shërbimi ka qenë i plot i menjëhershëm për tëra rastet, por ende qëndron situatë e cila është në kulmin e saj. Sigurisht që temperaturat e larta kanë pasur ndikim të madh, por leka vendosteksin te kujdesi vazhdueshëm që duhet treguar për shëndetin, kryesisht nga ata që kanë hasur më parë problematika me zemrën dhe trurin. Natyrisht që temperaturat e larta kanë ndikimin e tyre. Natyrisht që edhe kujdesi duhet jetë më i shtuar, sidomos i subjekteve cilët kanë kaluar më parë sëmundje të zemrës apo të trurit, por edhe i subjekteve cilët kanë një trashëgimi të fortë apo në moshën mbi 45-50 vjeç, dhe sidomos i atyre që tashmë kanë filluar të shfaqin problematika të hipertensionit, të rritjes së nivelit të yndyrnave në gjak, apo dhe problematika tjera cilat kërkojnë një mjekim të përditshëm, pra mjekim pra sëmundjeve kronike të tjera. Grup mosha më shpesht e cila preket nga këtë lloj sëmundjesh është ajo mbi 50 vjeç. Natyrisht faktorët e riskut janë të shumt, por të lidhur kryesisht me stilin e jetesës, trashëgimin, temperaturat e larta të ambientit dhe me kontrollet shëndetësore, të cilat pra specifikisht kontrollet rutinë, të cilat nuk janë të realizuara në kohë, të cilat nuk janë të realizuara rregullisht për të kuptuar faktorët e riskut dhe për të menaxhuar përpara shfaqjes së sëmundjes këto problematika. Gjatë muajve qershor dhe korrik, në Spitalin Rajonal Omer Nishani janë konfirmuar 20 raste infarkti dhe goditje në tru, ndërsa të tjerë po nga Gjirokastra, madje në shifra më të larta, janë konfirmuar dhe trajtuar në spitale terciare.